a do ta hieshon të Kosova botrorin Harbër? Pa dyshim. Madje mendoj se do të shkonim edhe larg, do të kalonim grupe, se nuk ka qenë një grup potencialisht aq i zorshëm për ne që ta kalojmë. Me të vërtetë edhe mendoj në fush atë natë, nëse ish vendos për nga merita e forcës në fush që është tregu, ne kemi qenë ata që do të duhet të ishim dhe jo Turqia, por ja që eksperienca dhe nga njerë fati nuk është i shkruar që gjithmonë edhe mendoj që është vazhdoj ta theksoj pothuajse në shumë sare është përmend ndoshta futbolli është ai sporti më i çuditshëm sepse jo gjithmonë merr çfarë meriton dhe çfarë tregon në fush. E kemi parë madje edhe të fitohen turne kur le të themi për nga puna në fushë që ka bërë ajo kombëtare ose ajo skuadër në aspektin e klubeve nuk kanë tregu le të themi nivelin superior për të qenë si kampioni. Dhe atë natë ishte pikërisht kjo, ishte ajo futbolli që u kualifikua dikush që në fush nuk e meritoj. Ndoshta edhe mund të jem, le të themi ashtu një arshëm se kom pas shumë dëshirë shkoj Kosova, por nuk e kam thënë vetëm unë, këtë kam thënë edhe shumë emra të ndryshëm që kam pa ndeshjen edhe që kanë qenë bindur që Kosova për nga puna që është bërë në fushat natë kundër Turqisë, duke mos harru punën që kemi bërë gjatë kualifikimeve, poshtja që kemi bërë një personalisht kam qenë jo skeptik, por kam qenë atë mes 50-50 me Slovakin, por ja që ishim superior ishim, që nga minuta parë deri te kualifikimi që nuk është dashur të mendonim se kemi pas gjasat e barabarta për të shkuar në ndeshjen në atë finalen që u quajt tashme këtë sistemin e ri. Andaj na ka lënë një shije shumë tillër sepse ka qenë një shans i jonë që ta bënim edhe botrorin më atraktiv sikur të ishim ne dhe jo Turqia. Megjithatë, ndoshta shkojnë një shtet me në fund ditës, ajo pak na ka lecu dhimbjen, paktën këndvështrimin tim, dikush tjetër mund mos mendoj siguron. Megjithatë, e kemi merituar të ishim botror, por e shohim që futbolli jo gjithmonë të jep atë që e meriton. Dhe ka ishte rast që mund të mos vije për një kohë të gjatë apo kualitetet që po i bim të Kosova dhe me lojtarë të ri, kualifikimin e një eveniment të madh është vetëm çështje kohe. Unë kam problem shumë me fol për çat natën e trotën e marsit, më ne që është nata më e dhimbshme për çdo shqiptar të Kosovës, kuptohet, po edhe për neve si futbolltarësh nuk kam pra sukur. Më ne që sa që kena me pa futboll, paktën unë, ose botroj po vjen edhe gjithmonë presë shumë gzim. Gjithmonë është ai faktori what if, a din çka nëse ishim kon. Po vështirë shumë, mendoj që çfarë botrora ka pas hala, do të thonë Kosova është këtu, ka aeroplana, ka krejt. Po ndoshta për shkak që kanë Amerikë, për shkak që e kundërshtar Turqia, për shkak se grupi domethënë që ka Australi, SBA dhe Paraguay, ka qenë për më i kalushëm. Mendoj që dhimbta është shumë e madhe, ajo far pendesa shumë e madhe. Po unë besoj fuqishëm që 2028 është pothuajse 7% e arritshme, e për 2030 varësisht do gjenerata veç që kena pasur po vinë lojtarë të ri. Pas o disa tjerë e lojnë karrierën të kombëtare, po gjithsesi Kosova është aty, mendoj që me këtë stabilitet që ka nis, me këtë trajner me Foden, mendoj që është shumë afër. Edhe kur do që ndodh ka me kon festa më e madhe që ka pasur herë shqiptaria, edhe po shpresoj fuqishëm që ndodh në 2030 sepse për ne kjo gjenerat që jena qofte lojtarëve, qofte tifozëve krejt, meritojnë një event më të madh sepse japim mirë.